10 herë natën. Në këto 10 euro, çfarë ka dhoma juaj, shtëpia? Çfarë? Mirë është, në gjendje të rregullt, kemi me banjo, me shtrata të mira, me këtë pastërtia nivel është. Shtëpia pa diskutim. Ka klim? Klim nuk ka, po është flatës, është në ndërtesë e madhe, unë katin e poshtë më jam, për ndryshe ka gjelbrim, oborën e ka pasur me lule, me do pem. Mirë është, unë që shumë vite vi taj, në borë gjamiës, të gjamia jam aty. Te xhamia këtu në plazh. Po, kjo gjamia pa minarës që është. Te kjo, taj gazda i gjamiës, është njëri mirë, jurt, i sjallë shumë. Mirë pret. Jashtëzakonisht mirë kalem. Këto çmime, 10 euro nata, mund ta gjesh në një plazh tjetër? Nuk besoj. Nuk besoj. Ma mirë se këtu s'ka askun. Ma lirë se këtu s'ka askun. Unë e kom qenë krejt Bregdetin e Kroacisë e kom shëtit. Greqijës. Deti sin Greqijë dhe zallën e kitë njëtë sin Greqijë si këtu. Leptokaria dhe në parali më kanë. Para 20 viteve. Njëjtë është. A për ndryshe, Kroacijën jëmë kanë 7 vjetë makar s'ka. Jëmë kanë në Budva, jëmë kanë në Ulqin dijet veç, shumë vite dhe atje jëmë kanë. Mirë po, mu më pëlqen jashtëzakonisht këtu. Çfarë punoni, ku punoni? Kem punu në herë, në tregti tash penzion, jemi pensionist, pa të holla. Por është mirë. Mirë jemi, i darlakin e kemi. Për ma të varfër shkajen këtu, që tërkumat nuk ka, tash nuk kam mundësi me shku në Makarsko, ose në Greqi, ose diku në vend tjetër, që ati une. Në hotel? Në hotel? Po. Sa paguan në natë? Çfarë kushte shke? Kushtet janë minimale. Fjala vjen. Po. Çfarë? Një dhomë, krevet. Edhe që se s'ka Sa paguan në natë? 7 euro deri 8. 7 euro. Po. Me këtë çmim që ti paguan 7 euro për fjetje në hotel, e gjen në ndonjë vend tjetër? Do shta ka, po vetë se nuk kam... Ato e kam me kohë të Florida, mund të zemnin. Po. Florida ka 10 vjetë afër 15 se shkëtë dhe s'du të luj. O e di se s'ka si fërkush jeteseve, se prapë. Për na mirë është. Shka me boj qëtër? Si ju duken çmimet në krahasim me plazhet fjala vjen Maltezi, apo në jug, apo... Po të mesme, do me thonë nuk ka në dallimi të madh. Mirë. A jeni të kënaqur? Po. Mos jeni të kënaqur, nuk vim vit për vit. Jena të kënaqur. Unë jam pensioner Amerike dhe nuk kam tjef prej Kërçoj, prej Maqedonie. Por jetoni në Amerikë? Po në pushim jam, tash në pensioner jam. Vit kam ardhur të shtëpia ime. Unë kam shtëpi në Kërçov. A këtu vite në pushim. Ju jetoni në Amerikë? Po. Unë jem afër Gibson City, Illinois. Okej. Si duket plazhi i Durrësit? I mirë, mundet të jetë edhe më i mirë. Oj zoj, mos e vret dhe shka... Në 20 vjet që vjen këtu, çfarë të pëlqen? Shqip, mirë tha. Plazhi është i mirë, po duhet edhe më i mirë të jetë, pastrimi duhet pak më i mirë të jetë. Rregulla nuk ka. Rregullat mungojnë. Po simbas shteti ashtu edhe vendi. Oj zoj. Po çmimet si janë? Sa paguan në natë? Mire janë çmimet, mira. Për neve është lirë. Sa paguan në natë ti për fjetje? Aja është punë private. Nuk ka nevojë ta lajmëroj në publik. Krahasimisht Shqipëria, Greqia, shtetet të tjera, si të duken? Lirë. Nga Tirana. Si duken çmimet? Çfarë keni paguar sot? Sot kemi paguar biletën e autobusit, shezlonët, edhe normalisht për të ngrënë diçka. Sa ka qenë shezloni? 300 vjet të reja, 3000 lekë. Shtrenjtë,
Mendoj që për momentin mirë është, po, se vjetë kemi pas çmime më të larta. Po, kafja, sa kushtojnë apo një ushqim i shpejt, çfarë konsumoni ju? Realisht konsumojmë kafe në mëngjes, apo erdhem pim kafe me shoqën time. 70 lekë, 700 lekë. Po tjetër? Ujin e kemi marrë në shtëpi. Do Si ngra. janë çmimet, domethënë në përgjithësi në plazh? Janë të shtrenjta, janë të lira? Si u duken ju? Tani, në këtë kohë, duken mirë. Më vonë, kur vinë normalisht, që janë edhe më të shtrenjta. Tani për tani që s'ka frekuentim nga Kosova, për shembull, janë një çik më normale, më lirë, domethënë. Krahasim me vjetë, se vjetë në muajin e korrik ka qenë një çik më kështu, më të shtrejta. Fjala vjen një ditë plazhi në Durrës me një ditë plazhi në një ishull të Greqisë. E përballoni dot? Në ishën në Greqi, normalisht që ja, me këto rroga që kemi ne, se përballojmë dot me këto kushte ekonomike që janë tani për tani. Kemi shkuar, normalisht ne kemi bërë plazh jashtë e njerëzit tanë që kemi njerëz, po që të shkojmë në zona turistike me pushime, ja. Normalisht ja. Plazhi i Durrësit është i lirë, besoj, për të ardhur gjithë pushues. Po, për ne, për çmimet që kemi, për rrogat që kemi normal. Zotni, nga keni ardhur? Nga Tetova. Me? Përndryshe me shoqet. Përndryshe punojmë në Gjermani. Jemi një kohë të gjatë atje. Kam pushim shtash, 2 javë dhe kam erdhur këtu për një 6 ditë të ri. Do të kthehem prapë te shtëpia. Kështu që kemi edhe presim edhe vajzën tonë të vijë nga Zvicra, këtu të na viziton, edhe me makinë do të shkojmë me djalin në shtëpi. Së bashku me vajzën do t'i bëni pushimet tu në Durrës. Për një kohë të shkurtër, ndoshta 2 ditë ose 3 ditë, edhe do të kthehena prapë në Tetovë. Ku jeni akomoduar? Ku qëndroni? Sa paguani në natë? Në natë paguajmë 10 euro. Banesë. Për 2 persona, një dhomshe, kuzhinë. Mirë, kushtet janë të mira. Pasurti ka mjaft. Ka ujë, drita. Pa ujë kret. Shumë mirë është. Ushqimi, si biseduam parës, Pjetër, nuk është në një nivel të lartë shumë, po edhe nuk është edhe poshtë. Mi për shërbimet nuk janë, Cilat shërbime? si për shembull, nëse bisedohet çfarë shembull për nëse bisedojmë për këtë temë shërbimet, merr pjesë ushqimi, shërbimi i kamerierëve, si për shembull, nuk ka kujdes shumë. Ushqimi del i ftoftë në tavolinë, në disa gjëra e kemi pa vetë. Nëse njeriu e porosit shembull një schnitzel ose si i thoni ju një pizë, edhe aty është nuk është natë që e hub shihen ushqimi kur është i ftoftë. Se vetë jam kuzhiner, atje në Gjermani, tash punoj kamarier, edhe jo pse vetë punoj. Më japin patate, më qeshin në tavolinë, patatja si më nxjerr pi frigoriferit. Ajo është e pamundshme. Nuk u reklamoj. Ti duhet t'ja kërkosh atyre. Po, ju thash një ditë, edhe ata e bën se po, do të marrin masa, mirë po të nesërmen vazhdon. Edhe jam përkohësisht ku, pse me bisedu ka. Nuk bjen ajo. Gatuani vetë në shtëpi? Jo. Jo. Do ishte më mirë. Jo, më mirë, jo, po ne nuk duam ta humbim kohën, edhe më jap shoqet stres edhe mua se ne jemi shembull në gurbet aty. Kur vim këtu, duam që ta shijojmë diçka, që ne mos jo të lodhna, po mos bëjmë stres, më falni. Ushqimet blema ndje, vaj çonë banesë, edhe të gatuash. Aty është një çfarë, si më thon, ti don të hash, po nuk është rahati për pushimin. Unë mendoj se shkoj, punoj... Çmimet janë të lira, por duhet rritur shërbimi. Ashtë. Çmimet nuk janë të lira. Nuk janë të nalta, por shërbimi duhet rritet.